Do ta komentojmë edhe letrën e Kurthit, por edhe dështimin e seancës konstituive në përpjekjen e 11. Në studio e kam Ardian Bajraktarin, avokat, mirëserdhe. Mirëserdhe, faleminderit për Si dhe në linjë të drejt për drejt e kam analistën shqipe Pantina, mirëserdhe në Kompas. Faleminderit për ftesën. Po nis me juve, Pantina, një ofertë direkte për herë të parë pas procesit zgjedhor e Kurthit, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje ndaj Lumir Abdixhikut të LDK-s, a ishte e befasishme ndoshta në këtë situatë ku gjendemi? Mund të themi duke pas parasysh sjelljet e deritashme të Lëvizjes Vetëvendosje, gjithsesi kryetarit e saj zotrit Kurthi, i cili me një lloj arrogancë insistante që mund t'i krijojë institucionet edhe pa një marrëveshje politike me ndonjërin nga subjektet e përfaqësuara në kuvend, duke synuar që të gjejë mbështetje tek deputetët individualisht, pasi që ai dhe subjekti i tij nuk i kanë votat e mjaftueshme për të krijuar institucionet e reja. Për mua këtë shoh si një reflektim të zotit Kurthi dhe pranim të realitetit. Më në fund ai e kuptoi se nuk është fitues absolut i zgjedhjeve në ne dhe në dy nuk mund të imponojë zgjidhjen. Zgjidhjen ai duhet ta kërkojë përmes dialogut me subjektet politike dhe përmes arritjes së një marrëveshje politike. Pra, këto seancat 5 minutëshe tashmë ka kohë që janë bërë të pakuptimta dhe po shpresoj se nuk do t'i shohim në të ardhmen, sepse Kurthi tashmë do të ulet me njërin nga subjektet politike, qoftë me LDK, të cilës i ka bërë një ftesë, por nëse LDK-ja nuk pranon të arrijë një marrëveshje politike me Kurthin dhe me Vetëvendosjen, ta gjej zgjidhjen tek parti tjera, sepse ai vet nuk e ka këtë zgjidhje. Ai vet dhe subjekti i tij nuk mund t'i krijojnë institucionet e reja. Po, Pantina, do të rikthehemi her pas here. Bajraktari, a ishte reflektim ky apo dalje prej krizës? A është reflektim politik sa i përket pikpamjeve të vetëvendosjes karshi LDK-s, apo thjesht i duhet një parti, një partner qeverisës Lëvizjes Vetëvendosje? Fillimisht të vlerësoj që është një letë jashtëzakonisht e vonë, do thonë edhe si e tillë së paku diskursi ose diskutimet do duheshin. Kur themi e vonë, duhet ta kemi parasysh që kanë qenë 2 ftesa paraprake para kësaj të sotmes. Ato dallojnë esencialisht prej kësaj, sepse këtu kemi direkt ftesë dhe diskutim për mundësinë e një koalicioni një bashkëqeverisje, për faktin se siç dihet, zoti Kurthi nuk i ka numrat e mjaftueshëm për të i bërë institucionet vetë, dhe në këtë drejtim vlerësoj që ky rezultat është ditë që në ditën e zgjedhjeve në mbrëmje, natën e famshme ku i drejtohet me një terminologji të cilën natyrisht që nuk do të duhej askund as më pak një burgshtetas me përdor. Prandaj vlerësoj që është në momentet e fundit është një reflektim, më në fund e ka kuptuar se një çështje e tillë që është ndjek deri tash nuk ka qenë e duhur. Prandaj vlerësoj që është reflektim. Mbetet të shihet pastaj natyrisht subjekti politik që ju është drejtuar Lidhja Demokratike e Kosovës brenda strukturave të saj, me sa pam sot dispozitat statutare të këtij subjekti politik, në kupton që mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm për të diskutuar në lidhje me këtë çështje. Në rrethona normale një ftesë e tillë nuk do të duhej të bëj, domethënë, shumë lajm për faktin se vendimi për koalicion merret në Këshill të Përgjithshëm, por jo dhe një përgjigje për të takuar me kryetarin e një subjekti politik. Po prandaj unë do të po vazhdoja të thosha se sa i përket çështjes së diskutimeve, takimeve, vlerësoj që duhet gradualisht të ndërtohet një diskurs ku përfaqësuesit e subjekteve politike, pavarësisht të ndasive që kanë ndërmjet vete, do duhej edhe kur nuk pajtohen me u taku në tryezë të diskutimeve me i paraqit pikpamjet e tyre dhe jo a priori fillimisht të përdoren terminologji ndaj oponentëve politik, të cilët natyrisht që nuk përkojnë me një gjuhë normale, sikundër që edhe këto refuzime të bëhen a priori pa i analizu, pa i diskutu, po
të kemi një betonizim, le të thosha, në kuadër të pikpamjeve të tyre politike. Ata janë përfaqësues të subjekteve politike, subjektet politike, të zgjedhurit e popullit, ato janë për me gjithë zgjidhjeve dhe me dalë pej krizave, jo me qenë burim krizash sikur po ndodh kohëve të fundit. Prandaj e shoh si një moment reflektimi dhe po shpresoj që më në fund të shkojmë drejt konsolidimit, drejt themelimit të institucioneve, sepse natyrisht edhe çfarë do çështje, qoftë edhe zgjedhja, pavarësisht që në bindjen time nuk është zgjedhje e duhur, mirë po pa konstituim të kuvendit, pa zgjedhjen e kryetarit dhe të anëtarëve të kryesisë, një gjë e tillë nuk mund të shkohet në zgjedhje. Prandaj e shoh si një moment në drejtim të tejkalimit të kësaj situate, e cila natyrisht që tash e sa kohë është futur kuvendi i Kosovës. Është interesante përmbajtja e kësaj letre, ka histori të lidhjes demokratike sa i përket koalicioneve qeverisëse të mëhershme që prej pas luftës e këndej, ka pyetje retorike që i përgjigjet vetë Kurti, ka paralajmërime potenciale për zgjedhje të jashtëzakonshme, ka vlerësime të së kaluarës e të së tashmes edhe për LDK-n si subjekt, por edhe për Abdigjikun si kryetar. Pantina, qyshe pa të përmbajtjen dhe mesazhet që u dhanë në këtë letër, fillimisht duke i përmendur me radhë koalicionet qeverisëse që LDK-ja sipas Kurtit nuk ka hezituar të lidh me subjektet e tjera, pavarësisht dallimeve që mund t'i ketë pasur edhe mos pajtimeve po ashtu. Jo befasuese për Kurtin, domethënë ai cinizmi i tij që në gjykimin tim është edhe fëminor, është adoleshant. Ai prap po tregon se nuk e ka pjekurinë e një lideri politik, sepse një lider Cinizmi i Kurtit është fëmijëror, thoni. Po çka po don me tregu që LDK-ja pas ka bërë koalicione të kaluarën? Kjo është fakt publik, krejt e din. Ajo çka do duhen të bën të Kurtin këtë rast, është që ti një pyetje, një kërkesë të thjeshtë. Unë dhe subjekti im kemi vullnet për të arritur një marrëveshje politike për qeverisje me ju, a mund të takohemi më këtë datë, ose a është LDK-ja e hapur për një koalicion të tillë. Por jo ti përmend të gjitha ato që ai kishte përmend letër, të cilat më shumë ishin tendencë për ta irrituar edhe më shumë LDK-n sësa një ftesë sinqert. Por ajo çka mendoj unë është se LDK-ja nuk duhet të përgjigjet me gjuhën e njëjtë, sepse LDK-ja është parti shumë e serioze. Dhe këtë ka dëshmuar edhe në të kaluarën. Nuk është serioz edhe lëvizjave të vendosje? Absolutisht, LDK-ja është shumë parti serioze se lëvizjave të vendosje. Ti brenda LDK-s nuk gjen një gjuhë të tillë cinike, përçmuese madje, dhe LDK-ja nuk ka bërë veprime cilat i kanë irrituar partnerët. Përkundrazi, gjithmonë LDK-ja ajo që ka ndërtuar partneritet me subjekte tjera politike, madje edhe atëherë kur kjo ka qenë tepër e vështirë. Përfshiktur edhe lëvizjen vendosje. Mos të harrojmë se, siç e përmend Kurti në letër, ka një historik të bashkëpunimit të LDK-s dhe vetëvendosjes në qeveri, dhe nisur nga kjo dhe po të bënte sjelljen e njëjtë sikur vetëvendosja, LDK-ja ka arsye të forta për ta refuzuar ftesën e Kurtit, sepse historiku i afërt tregon se bashkëpunimi mes tyre dy subjekteve është, nuk po e quaj të pamundur, por është shumë i vështirë. Në fakt, Pantina, mes lëvizjes dhe vendosja dhe LDK-s janë dy histori. Një prej bashkëpunimit opozitar që kam pasur Karshi Panit, edhe Karshi Panit në opozit, por edhe në bashkëpunimin në qeveri. Pra, si opozit kanë bashkëpunuar dhe u ka ecur mbar, por në pushtet nuk është se kanë bashkëpunuar. Për këtë arsye, desha ta spikat njërin prej paragrafeve të letrës ku Kurti e veçan Abdigjikun, pra sa i përket pikpamjes edhe raporteve që i ka pasur në qeverin Kurti një, ku thot që me juve nuk kam pas probleme, kam pas me disa prej akterëve të tjerë të LDK-s, të cilët aktualisht nuk kanë ndikim në lidhjen demokratike. A mund të bëhet kjo ndasi? Me Isa Mustafën si kryetar.
E kujtojmë edhe me Agim Veliu, një ministër i punëve të brendshme, tash edhe Veliu është i pakënaqur me leadershipin e Abdigjikut. Pra po tham, LDK-ja nuk duhet t'i marrë parasysh këto dhe duhet ta trajtoj letrën jo si ftesë e kursit, e kurtit, por si një përgjithësi që ajo ka karshi vendit, karshi Kosovës dhe karshi institucionet të saj, për cilat ajo ka kontribuar shumë në themelimin dhe në mirëmbajtjen e tyre. Prandaj LDK-ja duhet ta shqyrtoj kërkesën, por natyrisht duhet t'i vë kushtet mbi të cilat duhet filloj, jo të arrijë marrëveshjen, të filloj diskutimet për marrëveshja. Dhe në gjykimin tim, këto kushte duhet lidhen me disa çështje, jo me pozita, po aq sa me çështje. Dhe para dhe më kryesorja mendoj unë ka të bëjë me çështjen e dialogut dhe në kuadër dialogut më shumë çështja e raportet tona me miq ndërkombëtar, raporte të cilat kurti vet i ka cënuar. Sot, mos të harrojmë se jemi nën sanksione të Bashkimit Evropian, për shkak të sjelljeve jo të përgjithshme të kryeministrit tash në detyrë, dhe pse për mua është ai deputet, nuk është kryeminist. A mund të themi që a priori qëndrimi i LDK-s deri tash është pikërisht për shkak të pozitës, sepse kërkon që ta udhëheqë qeverinë Lumir Abdigjiku, megjithse përmes kësaj pozite do të mund ta përmend edhe disa çështje tjera. Pra kjo do të jetë, diskutimi do të jetë mbi çështje. E para pra çështja e dialogut dhe themelimi i asociacionit, se deri me tani është i vetmi propozim për zgjidhjen e konfliktit me Serbinë. E dyta duhet të jenë disa projekte madhore që lidhen ngushtë me zhvillimin ekonomik të vendit dhe për mua çështja energjisë në fakt është më kryesorja. Jo vetëm rritja e çmimit fundit e cila mendoj unë duhet shfuqizohet si vendim, por edhe çështja e atij që ne e kemi në gjuhën e zhargonin e përditshëm njihet si termocentrali me gazin amerikan, por edhe projekte tjera. Dhe në fund, LDK-ja duhet të insistojë dhe mos të pranoj të futet në koalicion nëse nuk e merr qeverisjen e vendit. Jo vetëm pse si pozitë e kryeministrit, por VV-ja na ka treguar këto 4 vitet e fundit dhe kurti vet se nuk din me qeverisë. Ai mund të jetë i mirë në propagandë, ai mund të jetë i mirë në marrëdhënie me publikun e çka do tjetër. Po për të qeverisur, për të marrë vendime të vështira, e cilat prodhojnë rezultate të mira për vendin, ai nuk e bën këtë. Për të qeverisur, për të bërë projekte madhore, cilat po ashtu janë të mirë të vendit, ai nuk e bën atë. Për të bërë reforma, cilat në dukje mund të jenë jo popullore, por që prodhojnë rezultatet mira, nuk e bën atë. Veç ta marrim edhe një mendim po. Nuk i ka bërë. Ta marrim edhe një mendim nga Bajraktari. Ta marrim edhe një mendim nga Bajraktari pikërisht për këtë, a është kjo ftesë veç për t'ju bashkuar lëvizjes vetëvendosje në koalicion qeverisës, apo është një farë shenjë që kurti mund ta dorëzojë dhe karrigën e kryeministrit. Nuk ka sinjale megjithatë, por si mund të rrjedhë nëse LDK-ja pranon që tulet paktën në tavolinë të konsultuarve. Fillimisht unë e shoh vështirë të arresh me një marrëveshje partneriteti, bazuar në këto indikacione, bazuar edhe në diskursin që kemi pasur në vazhdimsi prej eksponentëve kryesor të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Madje në jo pak raste kanë thënë që qoftë edhe me pozitën e kryeministrit ne në një farë forme jemi të pajtimit që mos me shku në koalicion. Megjithatë, vlerësoj që pavarësisht se letra në bindime përmban disa elemente që nuk do të duhej të ishin aty, për shembull fakti që i drejtohet kryetarit të LDK-s që me ty s'kan pas problem, ti apo kërkon partneritet apo kërkon me bë mjek ato, domethënë nuk vlerësoj që është kryetar, po problemi është që ai është subjekt, është mund të ketë ato të tjerë që domethënë janë me peshë dhe drejtimin atë mënyrë do të ata me cilët kanë pas probleme nuk janë më me pozitat larta në LDK. Ata dikur kanë qenë pozitat larta në LDK. Edhe ti, kurti edhe kurta tjetër, duhet me ndërtu një raport partneriteti, me ndërtu marrëveshje dhe me ju përmbajt marrëveshjeve. E ka shkarku ministrin për një fjalë goje.
nuk shkarkohet as një ministër, as partisë vetë, le mo, do të thonë, të partnerit koalicionit që megjithatë pavarësisht numrit, pavarësisht gjitha këtyre duhet me pas një konsiderat minimale në raport me sjelljen. Kur kjetë parasysh kjo edhe disa indikacionet e tjera, unë po shpresoj që ndonjëherë fitohet përshtypja që zoti Kurti e ka kuptuar realitetin. Për shembull, njëra prej arsyeve ku më jep me besu që e ka kuptuar realitetin është pikërisht kampanja zgjedhore. Për shembull, për dallim prej zgjedhjeve të 2021-s ku premtimet kanë qenë megalomane dhe jashtëzakonisht pa një analizë të mirëfillt, këto zgjedhje ka pas shumë më pak, përveç që s'ka pas programisht, edhe zotime, për shembull, kanë qenë shumë më pak. Po me arë ato ku jam ma kompetent, fushën e drejtësisë, 3 ka pas, prej cilave natyrisht që 2 në bindje ndime janë të paqëndrueshme. Ma shumë kërkesa për 500.000 vota, po. Kështu që fakti që janë këto, domethënë marr parasysh edhe letrën, domethënë ndoshta besoj që ka kuptuar realitetin, dhe është mirë që domethënë me reflektu mbi bazën e realitetit edhe nëse dën eventualisht me qeverisë. Megjithatë, unë vlerësoj që subjektit që ju është drejtu, pavarësisht refuzimit ose pavarësisht pranimit, është mirë që të ulen në tryezë të diskutimeve të parashohin pikat dhe mbi gjitha subjekte politike në kampanje zgjedhore dhe në fushat marrin pjesë edhe flasin për elektoratin e tyre që me i realizu programet. Edhe në rast se për shembull arrihet një pjesë bukur e madhe programet me theks veçantë të fushës ekonomisë, për shembull ku LDK-ja pretendon që është më e thirrur, atëherë ti ato për çka je? Domethënë je për me realizu disa platforma, disa çështje të cilat janë në funksion të arritjes së mirëqenies së qytetarëve, për shkak natyrisht që ke dalë edhe ke kërku vota. Po janë interesante për komentim edhe 2 çështje në këtë letër, sa i përket përmbajtjes që e ka shkruar vetë kryetari i vetëvendosjes, ka të bëj me një farë vlerësimi që ka Kurti për elektoratin e LDK-s. A i thot që elektorati, votuesit e LDK-s e preferojnë vetëvendosjen si koalicion qeverisës dhe çështja e dytë është zgjedhjet potenciale. A i thot që nuk ka nevojë të shkohet në zgjedhje sepse realiteti potencial mund tjetë i njëjtë, një koalicion qeverisës, lidhja demokratike, lëvizja vetëvendosja edhe pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Pantina, është kjo pyetja retorike pse të mos e bëjmë? A ka për bazë matje reale të elektoratit LDK-s prej liderit vetëvendosjes, apo thjesht është një tentim për ta bindur Abdigjikun që edhe tash, edhe pas zgjedhjeve potenciale të jashtëzakonshme, prap se prap kjo është matematika e vetme që çon në qeverinë e re? Në mendimin tim është prap po them, unë e quaj sjellje fëminore për faktin se është sikur një lloj, jo vetëm lutje, është një lloj përgjërimi. Aman, hajde e bëjmë koalicionin, prej një gjuhë ekstreme, thyese, arrogante, ku LDK-n e quante lodhja demokratike, e quante lydykyhi, mandej në ditën e zgjedhjeve, në vend që këtë letër ta dërgonte atë ditë, atë mbrëmje, kur u morë vesh rezultati zgjedhjeve, ai i pyeti jo vetëm elektoratin edhe LDK-n, po gjithë opozitën duke i quajtur e dim me çfarë termi i ka quajtur. Pra, unë nuk i besoj Kurtit. Ai nuk ka qenë konsistent në asnjë nga qëndrimet e tij. Unë mendoj se është politikan i papërgjeshëm. Po prap mendoj se LDK-ja nuk duhet ta bëjë të njëjtën gjë. LDK-ja duhet të sillet me përgjegjësinë më të lartë. Dhe cila do të ishte përgjigja ideale e LDK-s këtë rast? Çështjet, pra t'ja bëj me dije Kurtit se cilat janë çështjet me cilat qeveria ashme duhet të merret dhe duhet të zgjidh, dhe këto pastaj mund të jenë disa opsione. Mund të jetë një koalicion LDK-VV, ku do të diskutoshin edhe pozita tjera, por në qeveria duhet të jetë pa Kurtin. Kurti mund bëhet president. A mund të jetësohet kjo prej një kryeministri që ka pas një shumicë më të madhe ndonjëherë në kuvend si subjekti vetëm, në një politikan që nuk merr pjesë fare në qeveri, në kabinet? Po mund bëhet president, pra. Është pozitë më e lartë se sa në qeveri. Ai ja ka dhënë këtë cilësinë e noterit shtetëror pozitës së presidentit. Po ai ka thënë si mund bëhet president vet?
Po prap i ka bërë. Ai prap po E bën të rëndësishëm kur shkon vetë ato. Dhe ka thënë se as 5 minuta as mund zgjat ose 5 orë, nuk e di saktësisht sa ka thënë, nuk zgjat koalicioni me ta, po sot ja ku jemi ku po i përgjerohet. Nuk po i lut, po i përgjerohet. LDK-s hajde bëjmë koalicion. Ai e ka quajtur Isa Mustafa në argat Serbisë dhe më vonë e ka quajtur profesor dhe është përkullur për ta bërë koalicionin. Pra, kur vjen e pyetje për fitimet e tij, i harron gjitha çka ka thënë të kaluarën. Kështu që edhe këtë e harron Kurti. Por prapë po tham, LDK-ja duhet ta trajtoj me përgjegjësi rolin e vet dhe përgjegjësinë që ka në institucionet të cilat ka kontribuar për t'i ndërtuar dhe duhet kontriboj për t'i ruajtur ato, sepse e kemi parë se me Kurtin e qeverisje vendi ka ngec, e disa institucione madje janë edhe janë rrezikuar. Ta zëm, institucionet e drejtësisë nuk kanë qenë asnjëherë më të atakuara. Zhvillimi ekonomik nuk ka qenë asnjëherë më i ulët. Ani pse del Hekuran Murati dhe jep numra e shifra atje, por rezultatin po e dim. Është drejtuar energjia dhe kemi me i pa akoma më shumë pasojat, jo vetëm shtrejtimit të energjisë, po gjithë vendimeve të gabuara që i ka marrë qeveria shkuar e Kurtit. Po, ajo çka Prandaj, po e bëj përgjegjëse ose po kërkoj përgjegjësinë nga LDK-ja që të ulet dhe ta shqyrtoj këtë mundësi që ta marrë drejtimin e qeverisë dhe të jap drejtim disa problemeve që kërkojnë zgjidhje. Dhe këto të bëj publike. Pra, e para ti rendit çështjet për cilat qeveria ashme duhet merren dhe pastaj janë 2-3 mundësi, 2-3 opsione për qeverinë ashme. Ajo çka ishte vetëm ta përfundoj mendimin, këtu të më harris se për shkak të asë nuk po muj, po jam duke folë s'po muj me të ndëgju pyetje. Për shkak se nuk jam prezent në studio dhe për shkak lidhjes telefonike. Në 2, pra një mund tjetë qeveria LDK-VV, ku Kurti nuk është pjesë e qeverisë, po mund të jetë pas një vitit zgjidhet president. 2, mund të kemi një koalicion më të gjerë, ku gjitha partit janë të përfaqësuara dhe pra po tham bien dakord për këto çështje madhore që na presin, sidomos çështja e marrëveshjes me Serbinë, dhe 3, po ashtu qoftë LDK-VV apo gjitha partit mund të merren vesh për një qeveri teknike deri në vitin e ardhshëm kur vije radha për ta zgjedhur presidentin, nëse aktualisht nuk duan ta bëjnë një qeveri ose nuk mund të merren vesh për pozitat, përfshi edhe pozitën e presidentit. Pra, ka rrugëzgjidhje, por fillimisht duhet të definohen çështjet dhe duhet të arrihet një kompromis, sidomos për çështjen e dialogut, sepse është tejet jetike për vendin tonë të hiqen sanksionet BE-s dhe të hapet rrugë zhvillimit ekonomik. Po, ajo çka ishte po ashtu zhvillim interesant, ishte diskursi që ndërtoi pastaj lëvizja vetëvendosje gjatë ditës me deputet akter të ndryshëm të kësaj partie, reagimit shumëta në rrjetet sociale, duke ja lënë tash përgjegjësinë dhe reflektimin lidhjes demokratike të Kosovës. Do t'i lexojmë disa prej reagimeve të deputetëve akterëve të vetëvendosjes. Kemi një status në Facebook të deputetës Shipe Selimi, tani është radha e LDK-s që të përgjigjet me refuzim klasik apo me një qasje të re ndaj dialogut dhe bashkëpunimit. Është kjo fjalia që pak a shumë e lë pastaj përgjegjësinë tek lidhja demokratike se si do të reagoj karshi ftesës Albin Kurtit për koalicion qeverisës, po ashtu ka dhe komente të akterëve të tjerë të grupit parlamentar të vetëvendosjes ose pjesë partive të tjera. Agim Batiri, deputet në këtë legislatur i lëvizjes vetëvendosje, thotë që Republika e Kosovës nuk e ka luksin që të rrotullohet në një cikël pafund zgjedhjesh. Ne kemi procese të papërfundume, na presin negociatat me Serbinë, sfida jetike përpara dhe një moment historik që kërkon leadership dhe bashkëpunim. Një marrëveshje mundshme sipas tij mes vetëvendosjes dhe LDK-s nuk është kompromis i dobësisë, por marrëveshje e mençurisë. Një akt përgjegjësie për të ndërtuar institucione të forta dhe për t'i dhënë fund ngërçit politik. Populli ka folur me votë, tash duhet flas udhëheqësia me guxim, sepse nuk mund të lejojmë që në të ardhmen ta mbajmë peng nga e kaluara dhe Kosova nuk është pronë askujt, por amaneti gjeneratave që sakrifikuan e të tjerë. Është ky komenti i Agim Batirit sa i përket situatës së re, ofertës së vetëvendosjes, duke thënë që duhet lihet anash dhe të lihet prapa e kaluara, por të
shikohet e ardhmja, po ashtu edhe deputeti Haxhi Avdyli, antari listës Partisë Guxo, në fakt nëse vendosim interesin e qytetarëve dhe vendit para interesit e fatit personal apo grupor, marrëveshja nuk është e pamundshme, është ky komenti i ish deputetit të LDK-s, e sigurt është që kur Kosova fiton, fitojmë të gjithë. Alternativa e refuzimit e bllokimit është rrugë pa krye për të gjithë pa dallim, ka shkruar kështu Avdyli. Ka edhe komente të tjera nga aktorë që nuk janë të përfshirë në këtë mes. Çka ka shkruar thonë? Nuk e kemi Bashën Pantina, nuk e kemi ndarë. Është Ramiz Ladrov, sekretari i Drenasit, antar i Partisë Demokratike të Kosovës, që pak a shumë e komenton kapërcimin e partisë së dytë, duke thënë që Rushit që nuk arrihet është i thartë. Kjo proverb popullore që pak a shumë thotë që vetëvendosja nuk mund të arrijë PDK-n dhe prandaj e ka quajtur edhe në letër si parti që nuk preferon koalicion me të, as seanca 11 nuk doli të jetë e vërtet. Partia e parë me veprime është bërë lehtë e lexueshme, thot Ladrovsi, një deputet sikur nga thesi i Babadimrit dhuron post në kuvend me shpresë se e bën qeverinë ku shporta e dhuratave për ata që thyen mund të jetë shumë më pasur me ministri, diplomacia, agjenci, kontrata, një burimore e tjerë. Letrën e VV-s e shoh si rifillim i gryrjes finale të elektoratit që nuk arriti ta marrë prej lidhjes demokratike në dy palë zgjedhjet e kaluara, ndërsa PDK mbetet Rushi i thartë për partinë e parë. Dihet Rushi që nuk arrihet është i thartë. Si i komenton Bajraktari këto qëndrime edhe të aktorëve të vetëvendosjes, por edhe qëndrime të partive të treta, palëve të treta që nuk janë ndoshta në planet e një koalicioni të ardhshëm qeverisës? Kur i sheh dhe i analizon diskursin e eksponentëve të lëvizjes vetëvendosje, atëherë të fitohet përshtypja që në diskursin e tyre më alternativë e përshtatshme është zgjedhja dhe shkumje në zgjedhje është tentativë që të lihet një fajtor kujdestar në lidhje me pamundësinë e krijimit të institucioneve, për faktin se siç dihet fituesi relativ e ka të pamundur me i kriju institucionet vetë, prandaj duhet partneritet. Në rast se merret parasysh e kaluara, atëherë subjektet politike që kanë rrugtuar bashkërisht me zotin Kurti, e kanë të vështirë për me besu që i njëjti ka reflektu. Mirë po megjithatë, në rast se shihet nga e ardhmja, atëherë çdo herë është një moment kur mbase edhe mund të ketë reflektim. Unë vlerësoj që thellë në diskursin e vetëvendosjes edhe me të mekanizmave të brendshëm, më tepër shikohen si alternativë zgjedhjet e reja sesa që shkohet me këtë qasje, sepse unë jam i bindur që bazuar në diskursin që e ka karakterizuar lidhjen demokratike të Kosovës deri në këtë fazë, vështirë që mund të ketë një parafrem të qëndrimeve deri në shkallën sa për të krijuar një koalicion. Shto faktin këtu që vlerësoj që kërkesat e subjektit politik, së paku si që janë thënë deri tash, vlerësoj që janë vështirë të pranueshme eventualisht në rast se do të ketë të tilla për vetëvendosjen, prandaj një targetim i tillë është në vazhdimsi në mënyrë konsistente nga ana e zotit Kurti, sepse vlerësoj që ka edhe matje analiza të elektoratit të lidhjes demokratike të Kosovës se cila do të ishte alternativa e dytë pas lidhjes demokratike dhe një pjesë bukur e madhe e tyre së paku mbi bazën e asaj që është thënë në opinion, e preferojnë lëvizjen vetëvendosje, prandaj vlerësoj që duke e targetuar si shkaktar të pamundësisë së krijimit të institucioneve, pretendon që mund të ketë përfitime elektorale në këtë pikpamje, për çka unë vlerësoj që zgjidhja më e papërshtatshme, më pa duhura për vendin do të ishte shkumja në zgjedhje. Dhe në bazë kësaj situate, jemi në 11 herë tentim për ta konstituar kuvendin, pa një marrëveshje politike, po shihet që nuk mund të përfundoj ky proces. Në bazë të qëndrimeve aktuale, çu sheh situatën, a duhet fillimisht një marrëveshje edhe për koalicion qeverisës, pastaj të ndërtohet edhe një shumicë parlamentare që e voton qoftë Haxhiun, qoftë një kandidat tjetër për ta udhëhequr legjislaturën e pastaj të vijë radha edhe kabinetit qeveritar. E para në 8 legjislatura të deri tashme, kjo është e nënta, në 8 legjislatura të mëhershme, është shku në 2 mënyra. Një që viti 2021 që është shku pa marrëveshje për faktin se ka qenë fitues absolut,
dhe gjitha të tjerat që kanë shku subjekte politike paras themelimit të Kovendit, para konstituimit të Kovendit, kanë shku me marrëveshje edhe nuk kanë pas të lashe. Kurdo që s'kanë pas marrëveshje, për shembull ai viti 2014 ku sigurisht ka pas marrëveshje mes subjekteve të tjera dhe është dashur me u definu roli i grupit më të madh parlamentar. Prandaj vlerësoj që e mira as mirës do të ishte që të kemi reflektim që ta kemi një koalicion, më thonë, që nënkupton që fituesi relativ i zgjedhjeve të reflektojnë në raport me përgjegjësinë që ka, sepse në instancë fundit gjitha subjektet politike e përfaqësuara në Kuvend janë përgjegjëse për me themelu Kuvendin me kriju, mirë po para se gjitha është dhe në radhë të parë përgjegjësia është e fituesit të zgjedhjeve, sepse duhet me menaxhu fitoren, duhet me kriju shumicën në mënyrë që me dha mundësi jetësimit të vullnetit të qytetarëve të shprehur në zgjedhje. Pantina, shkurt për fund, të mërkurën tentimi i 12 për ta konstituar Kuvendin, nuk kemi një përgjigje zyrtare të LDK-s, po edhe nëse do të kishte zor që mund të kemi një koalicion të paktën deri pas 48 orëve kur u paralajmërua mbledhja e radhës, a do të kemi edhe të premten një tentim tjetër dhe sa mund zgjas kjo saga e 48 orëshve? Deri sa të arrit një marrëveshje politike. Pra pa pas një marrëveshje politike nuk mund të sigurohet një shumicë parlamentare. Dhe pa pas shumicë parlamentare nuk mund të kemi krijimin e institucioneve të reja. Kështu që çdo përpjekje do të përfundojë njëjtë, si ato 10 apo 10 tentimet e mëhershme, dhe vendosja ose do të tentoj që të bëj këtë propozimin për votim të fshehtë, i cili pashtu duhet të ketë madje 2 të treta, sepse është ndrym i rendit e ditës, për ta ndruar rendin e ditës, edhe pse kjo është seancë konstituive, dhe skenari duhet ndiqet ai i dakorduar mes përfaqësuesve të subjekteve politike, prap duhet shumicë. Shumicë e cila aktualisht nuk ekziston në Kuvendin e Republikës. Kështu që pa u arrit një marrëveshje politike nuk do të kemi zhbllokim të situatës. Një marrëveshje mund të çojë në themelimin e qeverisë së re, e cila ose mund të jetë qeveri vjeçare, nëse nuk është me subjekteve që i kanë 80% të votave për ta zgjedhur edhe presidentin, apo mund të jetë një qeveri që mund të ketë gjatësi 4 vjeçare, nëse rrugës këto subjekte politike nuk kanë mospajtime. Pra, edhe njëherë tentimi i zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit pa një marrëveshje politike thjesht është i kotë. Pantina, të falenderoj shumë për pjesëmarrjen në Kompas sonte. Gjithashtu edhe juve Bajraktari, falenderit shumë për pjesëmarrjen në emisionin e sonte. Ajo çka po dihet deri tash është që të paktën grupet parlamentare të partive shqiptare janë të unifikuar vetëm rreth 1 minutëshit për nderim fillimisht të Papa Franceskut edhe pastaj sot për ditën e dëshmorëve, mbetet shihet kur do të unifikohet parlamenti për ta konstituar Kuvendin. Ne do të jemi këtu për t'i përcjell gjitha zhvillimet sa i përket këtij procesi. Do të shkëputemi për pak marketing për të vazhduar me tjera tema interesante. Qëndroni me ato.